Është njeriu më i keq, nuk do t'jetë pjesë edhe ase after partyt, e tradhtoi shokun e tij, e la në balt, është njeriu më i poshtër, mallkime pafund. Rogerti mbrëm, pa ju dridhur qerpiku fare, veshi kostumin dhe shkoi në fest. Në fillim u kuptua si kur Rogerti kishte prishur raportet me televizionin Top Channel. Dhe pikërisht në momentin që Rogerti u largua nga ambientet e televizionit Top Channel duke mos respektuar kërkesën e Ledionit, Rogerti mbrëm, ashtu siç në fakt ka qenë gjithmonë edhe brenda shtëpisë që ka treguar që është një baba, hy kur të don, del kur të don, bën çfarë të don, bërtet, ulëret, ja kthen fjalën opinionistëve si të don, lufton në luftë. Natën e mbrëmshme, pas gjithë shëtitjeve që bëri, pas gjithë momenteve të bukura që kaloi, Rogertit ju kujtua që të shkonte në fest, dhe shkoi në fest. Menjëherë që domethënë hyrja e tij në këtë sallë mori një vëmendje të jashtëzakonshme. Të gjithë mendjen tek ai, të gjithë sytë tek ai, sepse është krijuar një koncept në trurin e të gjithë njerëzve që Rogerti po hyri brenda do shkatron. Dhe Rogerti, pa ju dridhur qerpiku, siç e thash më parë, e shijoi momentin e jetoi, po lëre që kishte bërë dhe show, po lëre që kishte kërcyer e vallëzuar. Do me thënë ishte kënaqur. Rogerti ka takuar miq të tij të afërt, ka takuar Markon, ka takuar Livian, ka takuar Juelën, do me thënë me ato ka qëndruar më së shumti dhe ka bërë një përqafim mes mikut të tij. Edhe pse Miri në shkrimin e tij në Instagram e shkruajti që unë e tregova, do me thënë shoqërinë, besnikrinë në një farë mënyre, Rogerti siç duket mbrëm ja bëri 8-2. Rogerti e thëriti në tavolinën e tij, do me thënë nuk shkoi Rogerti tek tavolina e Mirit, këto janë detaje shumë interesante, do me thënë e thëriti Mirin te tavolina e vet, Miri shkoi e përqafoi dhe të dy shokët vazhduan rrugtimin e tyre. Kjo që nuk kupton, ndoshta kanë patur dhe këtë presionin familjar që nuk është mirë që të shkatroni marrëdhëniet, nuk është mirë që të shkatroni shoqëritë, ju duhet të vazhdoni përpara, ju keni një shoqëri të jashtëzakonshme, ju duhet të respektoni njëri tjetrin dhe domethënë e ndjeva që Miri e ndjente që ta bën këtë afërsinë me Rogertin. E pash mbrëm tek Rogerti që ishte shumë i buzëqeshur, do me thënë nuk është se kishte ndonjë hatërmbetje me televizionin Top Channel ashtu siç përfliteshte që Rogerti do të jetë shumë i acaruar dhe nuk do të jetë dhe në post Big Brother. Rogerti do të jetë në post Big Brother dhe besoj që do të bëjë një show të papar dhe ndoshta dëshiron që t'ia dëshmon televizionit që fal natyrës time dhe fal asaj që unë bëj këtu, ju do të keni përsëri shikueshmëri. Dua të marr mendimin tuaj për këtë situatë.